Po, i kam pastora Gjerman, Rottweilera, tash i kam edhe një qift akita amerikane, i kam dhurat prej një shokut. Shumë letë. Për një orë, tonë këta i kryj. Për një orë. Do të thëtë pastrimi, ushqimi, për të ditën një orë. E pak ma shumë, kujdese, duhet me jap për shëtitje. Shëtitjet për ja bëj norë të vona, rrugët ma qeta, mos m'ju pengu njerëzve. Për pos dashurisë që ju jep 16 qenve në shtëpinë e saj, ajo kujdeset ju ofrojnë ndihmë edhe kafshëve që nuk janë të saja. Une jam kultivuse, po që 2 vite e kam dërpre pak kultivimin, e kom dërpre, tak-tuk diqka, për mi ndru, edhe me pos do gjenerata ma të reja, se do i kom ma të vjetër, kom jep besa dhe dhorata, kom jep edhe dhorat, ka dikush që nuk i ka kushtet, ja kom dhoro pse jo, kështu që për momentin nuk du njëre me kultivu, ndoshta dhe pak zvoglohet numri qenve që janë në për rrugë, se dhe ata kanë drejt mi përgdhel dikush, mi u përkushtu edhe aty në një da. Une ju pregadis ushqim bio, dhe të thëtë natural. Jo pregadis me eshën nat, pulës, pak me eshna shtot mishtoreve, mishna të lloj-llojshme, peshk, se ka nevoj, edhe pak për peshk, vez pulave, juqes, dhe të thëtë për kime, për shkëlqimin e kimes, është e shëndetshme, ka njëherë edhe banane, ju prej me riskat holla, se ka vitamin. Këta shumë letë trajnohen. Une nuk e kam vështirë mi trajnu, se tash shumë ma letë është mu trajnu i vogli, kur të shekta. Se kë është i trajnum. Tash qysh bën kë, bën edhe kë. Edhe shkon, do të thëtë zingjir, që kështu nuk na bjen edhe shumë. Nuk na bjen edhe shumë për trajnim. Për mi trajnu, nuk është edhe qaq, me thonë, i kam jep për kushtim, po tu ju fol, na shofin neve, i madhe është i trajnum, të thëtë edhe këta bojnë, qysh bën kë? Në secilën sin duhet të ketë kujdes të veçantë ndaj qenve e sidomos në dimër. Dimrit dush me pas kujdes ma shumë, mja qitë ushqimin, mi qitë ma shumë, ma me i ndyrë se i vynë qenit, duhet me pas shtëpizat e mira, duhet me pas të shtrume mira, une për vete ju shtroj batanie, copat të pihav, kështu që mos me nirt për dimër. Kujdesi dhe dashuria që ka Selimi për kafshët ka bërë të ketë interesim që shumë njerëz të vinë dhe të vizitojnë atë dhe gjithë kafshët që ajo mban. Kanë ardhë anglez, kanë ardhë amerikan, kanë ardhë prej Turqis, Gjerman, qak edhe prej Pakistanit kanë ardhë në vizitë une për me po qentë. E plët, s'po m'kujtohen atë shumë që kanë ardhë hullë. Kisha pos dëshirë edhe për shikust që dëni sa ma shumë kafsht. Edhe i një njerëz ma human, në gjdo aspekt, edhe kini ndjenja ma të mira, edhe që besa dhe shëndeti është ma i mirë, se e merë e që qenin me shëtit,
s'ki nevoj as fitness, më shku se fitness që del me shëtit edhe qanin edhe veten, kështu që du një kafsht sa ma shumë, edhe sa të kini Ria që ka ndaj kafshëve, gjë që bën atë lumtur çdo ditë, dhe pse ka një profesion që duhet t'i përkushtohet. Ajo thot se kujdesin për 16 qant e bën me shumë dashuri. Hajde, hajde, po shkojna me